Ka disa rezerva me gjëndra limfatike, të cilat bëjnë të mundur drenimin e kësaj limfos ose të kësaj edemës. Ajo çfarë ne përdorim më shumë është një aparatur që quhet tekar terapi. Si funksion ka për të bërë vazodilatacion, pra hapjet e mvet gjakut, dhe për të përshpejtuar rigenerimin në zonë. Pra ka dy versione, një që është kapacitivo. Të cilat çon impulset ngrohta po, apo jo? Po, bën një fushë magnetike. Dhe kjo thotë që atë ju bëni me aparaturën e bëj sot. Bën një fushë magnetike ku bëhet shkëmbimi i ioneve. Pra, kemi pjastrën e cila është energji negative, kemi dhe kokën e tekarit e cila është energji pozitive. Dhe në këtë moment bëhet shkëmbimi i ioneve. Në fazat para punohet, sepse ajo është me përqindje. Pra ta zëm 20% që është për anti-inflamacion. 30-40% e sipër kalon në biostimulacion. Neve s'na duhet ajo. Në këtë fazë duhet vetëm anti-inflamacioni. Okej, këshilla shumë mirë ato të cilat vlen. Duke qenë se pak minuta kemi në të pjesës parë, unë mendoj që ta ezaurojmë në të dytën atë të Argjentinës. Flasim pak për Kolumbinë e cila po luan një futboll goxha të fortë fizikisht. Dhe për Ballkanës, duke qenë sikur do ishin të dyja aty. Jo, si janë aty. Vetëm një gol, duke sikur do ishin. Edhe pse një gol e ndau, pastaj dhe Kolumbia dominoi patjetër. Ishte komplet. Po. Kam ndjekur kam parë. Kur analizuam dhe thamë që minuta e parë deri ke 90-ta, Kolumbia gjatë gjithë ndeshjes ishte superiore. Nuk e vuri absolutisht asnjëherë në diskutim. Madje sot kishte edhe deklarata sidomos Luis Diaz, i cili thotë që jam shumë i mërzitur, pavarësisht kualifikimit, po duhet kisha shënuar i gol vet. Fakt e bëri një për ja dha offside që ishte pozicion e shtoje. Pra, Kolumbia është një skuadër shumë e fortë. Kishte shumë mundësi të ishte shënonte në të gjithë ndeshjet. Në çdo aksion që niste Kolumbia janë lojtarë të cilët e kanë marrë me vrull, janë lojtarë të cilët luajnë shumë fort dhe unë jam i bindur që Argentina do ta ketë mërësisht të vështirë. Janë lojtarë që nuk të hapin rrugë. Në letër u duk dhe balans, por jam me profesorin që ishte totalisht në letër Gan Kolumbiu duk dhe balans, por aman nga gjithë anat taktike e lojës, Kolumbia ishte goxha. Me shumë besim ke Kolumbia, sepse zoti Sora ka thënë këtu që ekipi që do bëj... Patjetër, ekipi që do jetë shumë i fortë. Jo, dhe me vërtet ishte shumë i fortë. Kolumbia ishte shumë i fortë dhe Gana nuk pat as një rast flagrant për të shënuar gol. Kolumbia pat pothuaj se 4 ose 5 raste, edhe jam me drejt me Lundrën që është i mërzitur Diaz që nuk shënoi, se pat disa raste për të shënuar, pavarësisht golit që shënoi offside, edhe mendoj që rezultati i drejtë do ishte 4 ose 5-0 për Kolumbinë. Pavarësisht kemi thënë që ka një mbrojtje të jashtëzakonshme të fortë me sfush. Mendoj që do jetë kundërshtar i vështirë për çdo këmbë. Do të analizojmë edhe pas pak.